Mbledhja e Këshillit Bashkiak është shoqëruar me diskutime dhe debate të gjata të lidhura kryesisht me projekt vendimin për subjektet që kërkojnë të njihen si posedues jo pronar në bazë të ligjit të paketës së maleve. Për një pjesë të këshilltarëve bashkiak, ky projekt vendim krijon probleme pronësie, ndërkohë që duhen analizuar efektet reale juridike të vendimeve. Nga ana e tyre, përfaqësuesit e bashkisë sqaruan se të gjitha procedurat ishin transparente në zbatim të ligjit të paketës së maleve. Banorët e shaqs, pultit, thethit, shoshit nuk ka nevojë për vetë deklarime, që me tregu që janë posedues të asaj toket, po ka nevojë për tituj pronësiet, ka nevojë me kanë zot të ligjshëm të atyne tokave që kanë trashëguar, dhe normalisht zhvillimi nuk fillon duke mos njohur pronarin. Prandaj na duhet me garantu pronën dhe jo me i dhënë pronën në posedim, dhe i qëndrojmë edhe asaj që kena thënë edhe herë tjera, ky ligj ban vetëm nxit konfliktin. Nuk mund të miratojmë ne diçka ku nuk bëhet klasifikimi nga administrata bashkisë, cila pikë e nenit është dhe cila gërm, nuk më jep përgjigje. Tani të ta hallim votim, çfarë do votojmë, si do ta votojmë? Pavarësisht debateve, projekt vendimi u miratua me shumicën e votave të këshilltarëve, ndërkohë që projekt vendimet që lidheshin me ndimin ekonomike, ndimin financiare për dëmën nga zjarri, përfituesit e kredive për familje që përfitojnë banesa me kosto të ulët me kredi të lehtësuar nga shteti, si dhe për kalimin e pasurive shtet në pronësitë e Bashkisë Shkodër, u miratuan në unanimitet.